ngjarjet të cilat po shihni nuk janë të një ushtare të UÇK-s, por të një misionare, të një ambasadore të OKB-s. që i shkon shumë bereta dhe kështu ka ardhur dhe në programin tonë. Është Elvana Shala, ambasadore vullnetit të mirë, e cila e bëri pak rrmuja nga Evropa, por pati pse ta bëj, me këto simbolet bukra, me përfaqësimin e denjë që e bëri pak zhurmë te komuniteti serb, më pas u bë pak çështja më e madhe, por megjithatë misioni u përfundua suksesshëm. Elvan, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Bereta të shkon shumë, Faleminderit. Shumë emocion në mënyrën si e nesët emisioni, kështu që faleminderit shumë për respektin. Spontanisht e kemi nisur. Por doli mirë vërtet. Doli bukur. Një kombinim i mirë u bë. Çfarë ndodhi? Ishte dita e pavarësisë dhe ti deshe që të paraqitesh në OKB për një konferencë që ke qenë e ftuar atje me simbolin e UÇK-s. E nisim prej takimit me kryetarin e parlamentit edhe fotot që tani janë në dalje. Arsyeja dhe qëllimi kryesor pse vendosat paraqitje me beretën e UÇK-s ishte sepse vizita zyrtare në Vjenë koinsistoi me ditën e shpalljes pavarësisë Kosovës dhe me protestat që po mbaheshin këtu në mbrojtje të krerëve të UÇK-s në Hagë. Dhe si ambasadore vullnetit mirë për Kosovën në IRC, ju e dini që në çdo paraqitje kam pasur një simbol të rëndësishëm të shtetit Kosovës me vete. Dhe tani në këto momente, në këto e kishte radhën definitivisht kjo dhe krejt spontanisht natyrisht ka ndodhur pa pasur fare tendencën që të bëjmë rrëmujë zhurmë me gjëra të tilla, sepse po shkoja në një konferencë ku flitet për të drejtat njerëzit. Dhe isha shumë e sigurt që kur flasim për të drejtat njerëzit, liria është e drejtë themelore e secilit dhe s'kishte pse ti pengonte kjo beret bash absolutisht askujt. Se nuk i kishe menduar këto fare që mund të krijonte ndonjë. Absolutisht jo, aq më tepër që e kam ditur që nuk do të ketë përfaqësues të Serbisë. Se sigurt kishte përfaqësues të Serbisë si në parlamentin e Austrisë, si në OKB, do të konsiderohej si provokim i paramenduar, po përderisa s'ka pas, unë e konsideroj Austrinë si shtet aleat Kosovës, dhe jo bën zhurmën që realisht e zhurma u bën nga Austria, domethënë konkretisht. Zhurma u bën nga Federata Serbe në Austri, që ishin një komunitet jashtëzakonisht i madh, rreth 300.000 persona, pikërisht për shkak të këtyre fotografive me kryetarin e parlamentit. Ditën që e kam taku kryetarin e parlamentit ishte dita e shpalljes pavarësisë Kosovës. Të gjitha delegacionet që ishe pak më parë sikur për të thotë sa bukur për të rinë dhe ta kërkoj beretën më duket. I kam shpjeguar se po, kam marrë komplimente që rinte shumë bukur, nuk e kishin idenë se çfarë berete është dhe kam shfrytzuar në të qintat e sekondës t'i them që sot është dita e pavarësisë Kosovës, kjo është bereta me emblemën e UÇK-s dhe kjo është arsyeja pse unë e kam vendosur sot në kokë. Natyrisht që kanë pasu urimet e kryetarit. Domethënë spati asnjë problem, derisa u paraqit ky komuniteti serb që jeton në Austri. Derisa fotot u publikuan. Në momentin që fotot u publikuan, u bën virale, domethënë gjithandej në të gjitha rrjetet, edhe po unë kam parë reagimin e serbëve kundrejt parlamentit tek kur u bë zhurma në OKB. Unë se kam pas idenë se çka po ndodh krejt këndej ka parlamenti derisa hyra në OKB. Tek OKB-ja kalova të gjitha kontrollat e sigurisë, është kogja një procedurë pa asnjë lloj problemi, u bë fotoja zyrtare. Me beretën në kokë, u bë fotoja zyrtare që u publiku. Kur kom hyrë në sallë, pasi kom zhvilluar disa takime para se të hynim në sallë, që ne i themi takime B2B para se të kalojmë tek pjesa kryesore e protokollit, pas rreth 1 ore ka pasur një reagim shumë të fuqishëm nga misioni i Serbisë në OKB, që brenda sallës, brenda OKB-s po promovohen simbole që konsiderohen terroriste të një organizate terroriste, si që quanin ata të UÇK-s. Cili ishte reagimi më pas aty në sallë, cili ishte reagimi juaj? Nuk ka pasur reagime në sallë, zyrtarët e OKB-s për çka jam shumë e lumtur dhe shumë falendëruese, sidomos sigurimi, pjesa e sigurimit kanë ardhur me shumë kujdes afër meje. Thjesht më thanë, a mund dalësh pak nga salla se kemi diçka për të biseduar, ma ka marrë mendja në atë moment. Në atë moment e kom ditë që diçka ka të bëjë me beretën, ata thjesht thanë të lutem beretën që e ke në kokë, a mund të na dorëzosh neve sepse ka reagime të fuqishme nga misioni i Serbisë dhe konsiderohet si një lloj promovimi, një embleme që është e ndaluar brenda OKB-s. Aty në sekonda shumë të pakt kam thënë që unë nuk jam duke provokuar askënd, unë kam ardhur këtu për të drejtat e njerëzit. Arsyeja e vendosjes së beretës është dita e shpalljes pavarësisë Kosovës dhe nuk më intereson nëse dikush mund ta politizojë këtë çështje. Pra isha këmbgulse. Po pastaj ata insistuan që
për t'ju shmangur ndonjë konflikti eventual dhe incidenti, sepse konferenca ishte shumë e madhe, ishin 1400 pjesëmarrës nga të gjitha vendet e botës. Aty nuk kishte brenda serb, nuk kishte Nuk ka pas. Ka pas pjesëmarrës, domethënë fare. Pjesëmarrës në konferencë nuk ka pas. Tani që ne kemi pasur zyrtar të misionit të Serbisë për rreth, aty nuk e dim askush sepse janë civil, s'mund t'i njohim. Ne natyrisht kemi qenë në përcjellje gjatë gjithë kohës, se një konferencë me 1400, pasi duke qenë gjithmonë shumë serb. 1400 pjesëmarrës e tërë OKB-ja ishte komplet e mbushur me përfaqësues të asaj konference. Këtu tani duhet tregosh maturi shumë të madhe diplomatike, sepse nuk shkon dot me shkaktu incident, sidomos në një organizatë që ne pretendojmë të jemi antar të saj. Kështu që është dashur edhe unë ta tregoj këtë maturi, thash në rregull unë mund t'ua jap beretën të marruani deri në fund të konferencës, por nuk heq dot simbolet e Kosovës. Domethënë që kisha në setër. Këtu kam qenë këmbgulse dhe aq më pak të dal nga konferenca. Po për provokimi ka qenë kjo e UÇK-s, po besoj. Po vetëm kjo. Ata e cilësuan si provokim, se realisht unë as nuk kam biseduar me dikën lidhje me këtë çështje. Po s'ka qenë qëllimshme. Nuk kam mbajtur fjalim, sikur të mbaja fjalim mbase mund të cilësoj si provokim. Tani pse Serbia ka këto problemet tona dhe gjithçka i duket provokim kur është shteti i Kosovës aty, është çështje tjetër që prap mund të them që fare s'më intereson në këtë pjesë. Por jam e lumtur që mesazhi u përqua që Kosova është aty. Kam përshtypjen që atyre më shumë ju ka dhimbur fakti që Kosova është në OKB, ani pse nuk jemi shtet antar, po ja që ne arrim të depërtojmë edhe aty ku nuk jemi shtet antar për të përquar zërin ton, edhe pastaj gjithçka rrjedhi normalisht në konferencë, unë i mbajta të gjitha takimet, të gjitha diskutimet, u bëm temë realisht, sepse pastaj të gjithë pyesnin. Si ishte reagimi, po, më intereson, reagimi të tjerëve aty në sallë pas rrëmuje, çfarë thuhej? I kam pas të gjithë krah vetës. Domethënë të gjithë u habetën pse u politizua kjo çështje, sepse ishin mbledhur për diskutuar për të drejtat e personave me nevoja të veçanta, të drejtat e njeriut. Dhe në fakt mënyrë u shkel një e drejtë. Absolutisht, absolutisht. Dhe të gjithë e konstatuan që kur flasim për të drejtat e njeriut, politika nuk ka vend. Pavarësisht se çfarë raportesh ne mund të kemi me Serbinë ose me shtetet tjera jonjose, prandaj jam shumë falënderuese edhe ndaj organizatorëve që ishin në anën time, mbrojtën absolutisht me këmbgulje paraqitjen time aty dhe kërkuan që të mos largohem nga konferenca, sepse ne kishte kërkesa që të largohesh edhe nga konferenca. Po, ka pas kërkesa nga misioni që të largohet përfaqësimi i Kosovës nga konferenca, unë tash nuk largohem dot përderisa nuk kam provokuar askënd dhe nuk do vazhdoj të provokoj. Pastaj kam marrë nga sigurimi OKB-s, ka marrë domethënë këshilla që të lutem mos bie preje ndonjë provokimi të mundshëm, sepse je në përcjellje gjatë gjithë kohës, duam që konferenca të rrjedh normalisht dhe normalisht unë kam respektuar këto rregulla diplomatike, sepse doja që zëri i Kosovës të vazhdonte të dëgjojë aty dhe jo të sillnim ndonjë provokim. Ditën e dytë kam pak nuk të vloj pak gjaku kështu. Kam qenë shumë e mërzitur momentin që e kam dorëzuar beretën, se mu duk sikur ma morën ashtu një pjesë të shpirtit edhe të shtetit për çka kisha shku dhe ishte totalisht e padrejtë. Do me thënë totalisht e padrejtë. Po tash marr parasysh që Serbia është antare e OKB-s dhe ka të drejta të plota edhe në reagimet e saj dhe Kosova nuk është antare, ti prap duhet të tregosh veprim më i duhur, më me pjekuri. Duhet të marrësh pjesë e ta lësh beretën sepse ajo e ka kryer misionin e vet. Kjo e kreu misionin e saj. Mesazhi shkoi që Kosova është këtë. U bëm temë në gjithë Austrinë, jo vetëm në OKB. Po, a din ti çfarë ndodhi në kioskën ku e ke bler ti beretën? Janë shitur të gjithë. Po pse ke blen nuk ja ka fal, imagjinoje. Jo, e ka vlerë, ka fal, po s'ka lidhje për atë. Ajo që dua të them është jam shumë e lumtur me impaktin që pati. Sinqerisht, edhe thash edhe në një intervistë, diplomacia e heshtur qenë ka nganjëherë shumë e rëndësishme, se sa të shkruash një fjalim me 10 ose 20 faqe dhe të flasësh për historinë e vendit tënd ose kush e di çka tjetër, nuk do të kishte besoj impaktin që pati thjesht një paraqitje dhe disa fotografi që pastaj u bën virale në gjithë Austrinë. A shikoj komentet ti në foton që kishe publikuar kryetari i parlamentit, çfarë thonin serbët, të interesonte? Unë u bombardova pastaj, u bombardova edhe në rrjetet e mia sociale nga serbët duke më sharë, duke më linçuar në forma të ndryshme, po kam pas shumë stres edhe kisha fokusin që takimet e aranjuara t'i kryeja në formën e duhur. Do të thënë të vazhdoja misionin për çka kisha shku, edhe nuk mundesha dot të fokusohesha tek komentet ose
tek mediat qofshin pozitive, qofshin negative, ani pse 90% e tyre kanë qenë natyrisht pozitive. Familja kur ktheve çfarë tha? Shoto Galica jon. Familja ka qenë në stres, pak gjatë gjithë qëndrimit tim atje ata kanë qenë në stres, se normalisht ndryshe shihet nga jashtë dhe ndryshe është situata brenda, po në fakt brenda gjithçka ka shku shumë qetë. Tani pjesëtarët e Serbisë ose Serbia mund bëj propagandë që na kanë larguar e që është bërë mua ndaj këndej, po qetë ka qenë brenda, sepse ata kanë qenë shumë korrekt me mua, shumë të kujdesshëm. Madje nuk donin as më shqetësonin për këtë pjesë. Dhe gjatë gjithë kohës vinin a je mirë, a je në rregull, a ke nevojë për diçka, pra nuk ka pasur tendenca që Kosova dal keq. Se ata shkruajtën në X se që Kosova u largua, domethënë me këtë rast. Po nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Kush e bëri këtë? Nuk e ka bërë misioni i Serbisë në OSBE. Sepse kjo ishte një propagandë që Kosova u largu. Ishte propagandë, unë pastaj kam postuar vazhdimisht foto me tregu që ne jemi ende aty. Do me thënë, me beret ose pa beret, ne jemi ende aty, sepse s'ka askush të drejt na largoj nga një konferencë ku flitet për drejtat njeriut. Nëse ti e shkel këtë të drejt themelore që unë në këtë rast si ambasadore e vullnetit mirë paraqitem ashtu si dua, atëherë mos e mbaj fare konferencën, se nuk ka logjik kjo gjë. Kështu që nuk ja ka ndalë edhe për këtë jam jashtëzakonisht e lumtur, edhe u asiguroj që në çdo përfaqësim tjetër gjithmonë do të kem një simbol të Kosovës, deshën ose deshën shtetet ndërkombëtare. Ta marrësh këtu? Këtë nuk e di, se janë në konferenca tjera janë edhe disa rregulla të paraqitjes, këtu nuk kemi pasur asgjë të ndaluar. Pra, nuk ka pas kod të veshjes në kuptimin që këtë mund ta marrësh me vete dhe këtë mund të mos e marrësh. Në konferencat e tjera ne e kemi kod që simbolin e shtetit tënd ta marrësh me vete. Kjo ka ndodhur edhe në Nepal që nuk na ka njohur, kjo ka ndodhur edhe në Tajland ku ne fare s'kemi pasur marrëdhënie diplomatike me ta. Po flas për vitin 2017-18. Pra, nuk është hera e parë për mua. Dhe ajo shumë në këtë konferencë të tjera shtete kishin simbole, për shembull flamuj. Të gjithë, sidomos simbolet në setra. Por simboli ju lejua dhe Elvanës, edhe simboli flamurit tu lejua. Domethënë kjo UÇK-ja, stema UÇK-s ka qenë pengesa në këtë rast. Vetëm e Serbisë, ta sqaroj. Vetëm e serbëve, duke diçka ata e konsiderojnë ende jo për organizatorët, jo për OKB-n. Vetëm për Serbinë, sepse pastaj edhe zyrtarët e OKB-s në një farë forme kërkuan falje duke u munduar të shfaqsoheshin në këtë pikë dhe duke thënë jemi të detyruar të jemi neutral. Dhe nuk duam të shkaktojmë ndonjë incident të mundshëm, ti natyrisht duhet të kuptosh. Po, patjetër, edhe pse nuk e di sa neutral, sepse në këtë rast po je përparësi një vendi që po reagon, i cili nuk është fare pjesëmarrës në konferencë. Po, por është antari i OKB-s prandaj. Po, antari i OKB-s po. Dhe më pas ishin edhe disa shkrime të tjera nga ana austriakëve që i quan në qiell serbët. Fatkeqësisht po, kjo më ka vrarë jashtëzakonisht shumë. Do me thënë në përgjigjen që i është kthyer ata me siguri kanë lindur në Austri, po me siguri kanë në gjak serbi që kanë shkruar. Nuk e di, unë dua të vazhdoj të besoj që shtetin austriak e kemi aleat, sepse është ndër vendet e para që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Dhe po në atë përgjigje ka qenë edhe një lloj diplomacie kështu neutrale e tipit që kryetari i parlamentit respekton të drejtat e të gjithëve dhe kjo s'kishte fare të bënte me politik. Pra, Serbia në këtë rast ka dashur ta politizoj këtë çështje, ani pse s'kishte fare të bënte me politik, po nuk ja doli në mënyrën e saj ndoshta, ata mund ta quajnë si fitore, po në fakt fitoria ishte në anën tonë, sepse misioni im për të përfaqësuar Kosovën atje shkoi deri në fund. Domethënë, takimi u mbajt si me kryetarin e parlamentit, si me pjesëmarrësit e tjerë dhe delegatët që ishin të nivelit shumë të lartë brenda konferencës, dhe nuk pati asnjë lloj problemi që zëri i Kosovës të dëgjohet atje. Mua më vjen keq që edhe në çështjet e të drejtave të njeriut Serbia tenton të politizojë gjithçka, derisa në anën tjetër ne me kushtetutën e Kosovës jemi të detyruar të respektojmë të drejtat e tyre. Dhe unë vetë në projektet e mia, siç e dini, në çdo fundvit e kam pasur të obligueshme të kem edhe pjesëtar të komunitetit serb brenda projekteve dhe i kam bërë sepse e kam respektuar kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nuk është fair, nuk është e drejtë që arena ndërkombëtare nuk reagon edhe në rastet kur Kosova bëhet fjalë, domethënë për Kosovën. Nëse ne jemi të detyruar t'ua respektojmë të drejtat të komunitetit serb, duhet edhe anasjelltas, po unë nuk po e shoh këtë lloj neutraliteti fatkeqësisht prej anës së arenës ndërkombëtare. Gjithmonë po tentojmë ne me dalë agresorin, ndërkohë që është krejt e kundërta. Po, këtu ke pasur ndonjë reagim, ndonjë kontakt nga institucionet, nga qeveritarët?
Jo, përveç se dje kam kontaktuar ministrin e jashtëm zotin Konjufca dhe po pres që të kem takime të gjatë kësaj jave, natyrisht për t'ja sqaruar tërë situatën dhe për të parë mundësinë dhe hapat konkret që ne duhet t'i marrim. Vjosa Osmani, presidente, nuk të shkroj ku e ke marrë beretën? Jo, po jam shumë konsistente në atë që edhe komuniteti shqiptar në Austri duhet jetë pak më syhapur në këtë pikë, sepse nuk ka pasur reagim nga komuniteti shqiptar. Dua këtu vetëm të falenderoj ambasadën e Kosovës në Austri, që më kanë qëndruar jashtëzakonisht afër në momentin që ka ndodhur ngjarja i ngarkuari me punë zoti Albino Bimbashi ka ardhur direkt në OKB edhe më ka takuar natyrisht jashtë zyreve të OKB-s, duke u munduar edhe të më qetësonte, por edhe të jepte këshillat e tij natyrisht diplomatike, për ndryshe nuk ka pas reagim nga komuniteti shqiptar, edhe unë bëj thirrje që të gjitha komunitetet shqiptare kudo që janë në botë të jenë pak më të bashkuar në situata të tilla, ta ngrenë zërin e tyre pak më shumë, jo dalin një komunitet serbe dhe ta bëj lëmsh gjithë Austrinë për një beret. Ku jemi ne pastaj? Edhe shqiptarët janë të shpërndarë kudo në botë. Edhe ne jemi komunitet i madh. Edhe në Austri ka plot. Edhe ne jemi komunitet i madh kudo në botë. Pse duhet heshtim përballë një reagimi të tillë? Pse duhet presim gjithmonë veç prej një ambasadore ose prej politikës që të reagojë për të mbrojtur shtetin? Jo. Secili mund ta bëjmë të njëjtën, secili qytetar që jeton kudo në vendet e ndryshme të botës, kështu që do ju lutesha secilit komunitet të jetë pak më aktiv në këto rrethana. Jo vetëm në një hap të radhës, në një reagim ti vet. Ndoshta edhe po pres që qetësohet pak situata, sepse në Austri është duke vluar rrjeti mediatik atje, sidomos prej fotos me kryetarin e parlamentit, dua qetësohet pak situata, ndoshta edhe do bëj një reagim zyrtar me letër edhe tek organizatorët, por edhe tek parlamenti që asgjë nuk ishte me tendencë për të provokuar situatën, kisha të drejtat e mia të plota të paraqitem dhe mos harroni ja bashkangjit foton me beret në ditën e pavarësisë së. Isha duke menduar kesh në një konferencë tjetër në Vjenë për shembull, ti marrësh sa bereta vetëm për vajzat, për kreatat të adhurash. Do e bëja me shumë kënaqësi. Jo mendoj që secili duhet bëjmë atë pjesën tonë aq më tepër, po kam përshtypjen që nuk do të ishte ky reagim sikur mos ishte aktual procesi i Hagës edhe përfundimi i saj. Po absolutisht ka qenë. Mendoj që kjo ka qenë ndoshta arsyeja kryesore. Mirë, s'po e përmbyllim këtë bisedë pa e përmendur atë arsyen kryesore për të cilën isha atje. U arrit edhe ai synimi të cilin e patë në mbrojtje të drejtave të personave me. Po, absolutisht. Është hera e tretë, unë kam thënë që është hera e tretë që jam pjesë e kësaj konference. Jam unë ajo që e ka futur Kosovën në hartën e kësaj konference që mbahet në OKB, dhe natyrisht që diskutimet u bën për bashkëpunime të ndryshme, sepse kishte përfaqësues të nivelit të lartë të shteteve pjesëmarrëse që flisnin pikërisht për këtë çështje. Të gjitha takimet u mbajtën, unë jam shumë e lumtur që kam krijuar shumë kontakte, një rrjet shumë të gjerë që tani do të zhvillohet këtu në Kosovë. Njërin nga përfaqësuesit kryesor të organizatorëve unë e kam pas mysafir në kongresin tim në vitin 2022, kështu që bashkëpunimi do të vazhdojë përkundër situatës politike në formë shumë normale dhe pa asnjë problem. Ka marrë edhe premtimin nga organizatorët që Kosova do të jetë çdo vit pjesë e kësaj konference, pavarësisht situatës politike dhe rrethanave që u krijuan këtë vit, kështu që nuk po besoj që do të ketë problem. Mirë Elvan, suksese tutje. Suksese. Faleminderit, shumë faleminderit edhe juve edhe gjithë popullit të Kosovës për mbështetjen e madhe. Ka qenë jashtëzakonisht e nevojshme ato ditë, sepse për mua kanë qenë stresuese, po gjithçka e keni bërë ju më të lehtë me mbështetjen tuaj. Faleminderit shumë. Suksese edhe një herë.